ka filluar me shumë maskarallëqe dhe poshtërsira të tjera, ka filluar me shitjen bagja ose shkatërimin bagja të çdo lloj principi të një industrie shqiptare që ne e kishim, mund të ruanim çka ishte e ruajtshme, u dol me çekun e bardhë dhe u bën shkatërrime masive. Ka vazhduar me shitjen e Bregdetit, ka vazhduar me shitjen e aseteve ushtarake. Oligarkët merrni këtë doni, zgjidhni një emër, as Çeti, as Samiri, as kush tjetër nuk kanë filluar punë me Edi Ramën. Kanë filluar punë shumë përpara Edi Ramës ata. Samiri dhe Çeti dhe tjetri se vetëm këta dy po më vinë mend tani, po janë shumë të tjerë, kanë punuar me të gjitha qeveritë. Këta janë miq me të gjithë. Këta i kanë blerë apartamente gjithkujt. Këta i kanë dhënë para gjithkujt. Këta kanë zbuluar tapit të gjyshërve dhe stërgjyshërve dhe gjyshërve të baxhanakërve dhe baxhanakeve masivisht. Këta kanë vjedhur prona masivisht. Pra nuk është Edi Rama problemi. Edi Rama është diktatori i madh, është problemi sot. Nëse duam ta shohim sot, po. Pa rrëzimin e Edi Ramës nuk ka shpëtim. Jemi dakord në pikë. Problemi nuk është thjesht Edi Rama. Duhet rrëzuar sistemi që ka prodhuar Edi Ramën. Se të rrëzosh Edi Ramën dhe të vi një mashtrues tipik si Erion Velia, nuk ke fituar gjë. Apo të vi Ilir Meta në pushtet, apo të vi Muli në pushtet. Kush duhet qeveris nga këta që të bëhet qeveria e mirë? Mulin e kemi pasur ministër të brendshëm. U rregullua gjë situata e krimit apo u pasuruan vëllezërit e baxhanakët e tij? Pra, le të mos bëhemi qesharak dhe të themi që ky është një problem i Edi Ramës. Edi Rama është sot në krye dhe mbart të gjithë peshën e fajit të shqiptarëve. Ka 13 vjet që i vjedh dhe shkatron Shqipërinë dhe po i nxjerr njerëzit nga Shqipëria. Faji është i Paris Tiranës. Faji është i asaj strukture që e ka prodhuar dhe e ka lejuar Edi Ramën të bëhet sot një diktatoruc që ka për ta njohur historia si një diktatoruc pa peshë, se kjo është e vetme gjë që e lëndon atë, megjithëse si gjysmë skizofren edhe kjo nuk e lëndon fort. Të gjithë këta të tjerët janë të gjithë zagar historik. Janë të gjithë njerëz që nuk kanë për të kujtuar për asgjë për mirë. Ndaj dhe kanë mezi presin që kur vdes dikush të flasin mirë për të, sepse duan të krijojnë ndjesinë që kur të vdesin këta duhet të flasin mirë për ta. Jo më zotëri, këta janë njerëzit më të paduhur për Shqipërinë sot. Këta duhet ishin tërhequr nga gara, duhet i kishin hequr shqiptarët zvarr nga gara politike prej kohësh. Fatkeqësisht është që ne kemi një popull të përgjumur i cili nuk gjen dot alternativa sot për sot. Por hajnia e Belinda Ballukut nuk fillon tek Belinda Balluku. Nëse do të vazhdojmë me këtë lloj mendësie, do të heqim Belindën dhe do të vëmë Belandën. Do të heqim si e ka Arben Ahmetajn dhe do të vendosim këta të rinj të sotëm që i thon Edi Ramës komandanta, shefi i madh, unë jam ushtari jote, gjëra të tilla qesharakëra. Pra, nuk po shkojmë drejt përmirësimit, po zëvendësojmë një maskara me një maskara më të shkolluar, që ka 2 ose 3 mastera. Nuk i jep gjë shkollimi këtyre, t'jeni të bindur për këtë. Zoti Roy, presidenti amerikan Donald Trump ka propozuar si ambasador në Shqipëri Eric Wendt, i cili ka qenë dhe drejtuesi i operacioneve të NATO-s, dhe në këtë rast është një ish ushtarak, po themi, pse Amerika përzgjedh një ish ushtarak dhe një profil të tillë diplomati për ta dërguar në Shqipëri? Çfarë paralajmëron pra një zgjedhje e tillë? Pra nëse ai do të vërtet do të kalojë në Senat më pas edhe do të emërohet ambasador në Shqipëri? Unë parashikoj që generali Wendt do të kalojë në Senat, është thjesht çështje kohe dhe thjesht çështje e politikës brendshme amerikane, por kandidatura e tij do të kalojë. Unë mendoj që ai do të vinë në Shqipëri. Pse është zgjedhur, atë e din ata që e kanë zgjedhur, por zakonisht kur përzidhet një njeri që nuk është thjesht general i NATO-s, po ka qenë drejtor i shkollës ndërhyrjeve në vende të treta, pra ka ca dijeni të tjera, ndoshta duhet lidhur kjo me atë që unë thash pak më parë, që paria e Tiranës është kthyer e gjitha haptazinë anti-amerikane dhe ndoshta pritshmëritë e shtetit amerikan janë që asnjëri prej këtyre nuk është më njeriu i duhur që do t'i përshtatej agjendës amerikane. Për te asaj çka thon, për te propagandës madhe, për te miliona dollarëve që hedhin
për të dhënë idenë se duke thritur Chris Lasivitën apo duke thritur atë këshilltarin elektoral hebrej që ka pasur Edi Rama apo Sorosi apo tjetri do t'ju vinë në ndihmë. Nuk besoj që ka për t'ju ardhur gjë në ndihmë, sepse mendoj se shteti amerikan, ato strukturat që e dinë se si funksionon realisht situata në Shqipëri, besoj që e kanë kuptuar që paria e Tiranës është e gjitha e krimbur dhe nuk kam asnjë shpëtim. Sigurisht që për sa kohë që nuk ka alternativë reale, për sa kohë që nuk ka alternativë më të mirë, amerikanët kanë një shprehje: djalli që e njoh është më i mirë se sa djalli që nuk e njoh. Kështu që mos prisni që të vijë dhe ti ndryshoj gjërat Amerika. Po nuk deshin shqiptarët të jenë më mirë, Amerika do të bëjë më të mirën e mundshme për interesat e veta, e ndoshta kështu duhet parë ky emërimi i generalit në për të qenë ambasador në Tiranë. Do të shohim kur dhe sa shpejt do të funksionojë konfirmimi i tij, po unë besoj që nuk është çështje vitesh, është çështje javësh. Zoti Roy, dhe i pyetja e fundit, ka disa lëvizje të cilat shfaqen në rrjetet sociale, personave të caktuar në Greqi, midis tyre dhe shqiptar, që përpiqen të organizohen atë të ashtu quajturën e tyre duke i dhënë zë Vorjo e Pirit, pra ata ashtu quajturën Vorjo e Pirit. Në këtë rast, apo përgatit Greqia atë skenar, siç e përmendëm pak më lart në rastin e Serbisë kundrejt Kosovës, dhe në këtë rast Athina mund ta përgatisë kundrejt Tiranës, pra kundrejt Shqipërisë? I ashtu quajturi e Vorjo e Pir është një sajese madhe e shërbimeve greke dhe këto llogarit në për rrjetet sociale nuk janë për tu marrë seriozisht. Nuk ka shqiptar që merret me këto budallëqe, poshtërsira, maskarallëqe anti-shqiptare. Kushdo që i thot vetes shqiptare di që kjo çështja e të ashtu quajturit e Piri i Veriut është qesharake, është thjesht një vegz që e përdorin shërbimet greke për të justifikuar atë që ata mezi po presin që ta bëjnë, të ndërhyjnë më fort në Shqipëri se sa i kanë lejuar deri më sot. Problemi që pra unë nuk do të shqetësohesha shumë, atë që Greqia ka bërë gjithmonë këtë punë, do të vazhdoj ta bëj. Është një shtet që nuk i do shqiptarët, është një shtet që do që t'i zhduk shqiptarët, është një shtet që nuk e njeh pakicën e vet shqiptare që është masive në Greqi, si pakicë, pavarësisht se është vend i Bashkimit Evropian dhe ka njohur traktatet e drejtave të njeriut, nuk ka njohur asgjë. Për hir të vërtetës, pakicën shqiptare nuk e njeh as Turqia. Por kjo nuk është pjesë e asnjë lloj diskutimi dypalësh, as me Greqinë dhe as me Turqinë. Kështu që unë nuk do të shqetësohesha shumë në atë që ka bën Greqia, sepse Greqia gjen dhe bën. Nga pikpamja jonë duhet të shqetësohemi që çfarë mos reagimi kemi ne. Dhe juve ndoshta kjo çështja riaktivizimi, nuk ka është riaktivizim se kanë qenë gjithmonë aktiv. Këta të ashtu quajturit aktivistë shqiptar të Vorjo e Pirit janë të ashtu quajturit Vorjo e Pir janë shumë aktive dhe në Amerikë, jo më në Greqi e në vende të tjera. Unë do thoja që nuk është riaktivizim, është përforcim i një agjende që luhet me shpopullimin e zonave të caktuara në juglindje të Shqipërisë, me zaptimin e kishës ortodokse shqiptare, e cila tani në këtë periudhë drejtohet nga një shqiptar, por u deshën 25 vite që të instalohej kapja e saj dhe tani më mund vendoset dhe një shqiptar atje. Në fundit nëse ai shqiptari nuk bën gjën e duhur, ka mënyra sa duash për të ndryshuar. Por kapja e kishës autoqefale, shpopullimi i zonave caktuara të juglindjes, dalja e disa ideologjive jashtëzakonisht dëmprurse, sektare, siç janë partia vllahe e gjëra të tilla, të cilat kanë publikuar harta të ndryshme që shkojnë nga Myzeqeja poshtë Beratit deri në Korçë, të ashtu quajtur Republika e Vllahis, janë të gjitha pjesë të një skenari të mirë përgatitur në Athinë për të soptuar Shqipërinë, siç e kanë bërë gjithmonë, për të mos njohur të drejtat e çamëve,
për të mos njohur çamërinë, si një krahinë thellësisht shqiptare, për të mos njohur arvanitasit, për të mos njohur historinë e tyre e të tjerë. Pra, si Greqia që merret me Voriopirin, dhe një masë shumë më të pakët edhe Turqia nuk i njohin pakicat shqiptare, nuk është për të çuditur, janë shtete që përpiqen që të bëjnë interesat e tyre. Problemi që kemi ne nuk është Greqia dhe as Turqia deri një pikë. Problemi jemi ne, problemi është shteti jon, problemi është mos reagimi jon, problemi është çfarë bëjmë ne. Ne kemi hapur dyrë dhe me anë të kryeministrit ton diktatoruc dhe të ministrit të jashtëm, po japim edhe pjesë të detit të tyre si dhurat për fundvitin, për Krishtlindjet, besoj, kështu që në vend që të merremi me çfarë thon ata, ne duhet shohim së brendshmi. Duhet rregullojmë konakun ton, se po s'rregullojmë konakun ton, të gjithë do të vinë dhe do na shkelin.